Paqa me ju o vëllezër dhe motra, sot vazhdojmë me leximin e Ungjillit e Lukës. Ju ftoj që të jeni të vëmendshëm. Një herë Jezusi po debonte një djalë, e ky ishte Mehmet. Kur djalli doli, foli Mehmetsi e populli u habit. Disa prej tyre thanë, i debon djajt me ndihmën e Belzebulit, kryetarit të djajve. Do t'i erë pastaj, për ta vënë në provë, kërkonin prej tij një shenjë prej qiellit. Por ai duke i njohur mendimet e tyre, u tha: çdo mbretëri e përçar në vetvete shkretohet. Një shtëpi bie mbi tjetrën. Po që se djalli është i ndarë në vetvete, pasi ju po thoni se unë i deboj djajt me ndihmën e Belzebulit, si do të qëndroj mbretëria e tij? Tashti, pasi unë i debokam djajt me ndihmën e Belzebulit, bijtë tuaj me ndihmën e kujt i debojnë? Prandaj ata do të jenë gjykatësit tuaj. Por në qoftë se unë nxjerr djajt me pushtetin e hyjit, atëherë me të vërtet erdhi ndër ju mbretëria e hyjit. Kur trimi i fortë, i armatosur mirë, e ruan pallatin e vet, mbar pasuria e tij është e sigurt. Por kur vjen një më i fortë se ai, e mund atë, ja merr armët në të cilat shpresoi e i ndan plaçkat e tija. Kush nuk është me mua, është kundër meje. Kush nuk bashkon me mua, shpërndan. Kur shpirti i dytë të ketë dalë prej njeriut, endet në përvendet e shkretuara, duke kërkuar pushim, e duke mos e gjetur, thot: do të kthehen në shtëpinë time nga dola. Kur kthehet, e gjen të fshirë e të stolisur. Atëherë shkon e merr me vete edhe 7 shpirtra tjerë, ma të keqise veten. Hyjnë e banojnë aty. Kështu gjendja e fundit e këtij njeriu bëhet më e keqe se e para. Fjala e Zotit. Lavdi ty, o Krisht. Mirë vëllezër dhe motra, ky njeri i fortë që i siguron shtëpinë e vet, pallatin e vet, është djalli. Edhe pasurinë e vet që ai e siguron me armët e veta, janë njerëzit, jeta jote, jeta ime. E cilat janë këta armët? Armët janë kryqet e jetës. Janë vujtjet tona, gjanat që dalin prej skeme son. Që djalli çdo ditë bën një luftë me ne, ta dim qartas që pushtimi është diçka jashtë zakonshëm. Kjo nuk është forma e parë e luftës së djallit. Djalli ditë për ditë lufton me ne me tundimet. Edhe na paraqet gjithmonë kryqet, vuajtjet tona, e na thot të njëjtën gjë që ai ka thënë zotërisë son, Krishtit. I thot, si ka thënë Krishtit kur ishte ai në kryq, na thot neve çdo ditë: ulu prej kryqit, rebelohu, mbrohu, lufto. Kjo është që na thot ai. A na bën dikush një padrejtësi, ose që ne mendojmë se është një padrejtësi, djalli na paraqet. E na thot: mbrohu, kundërshto. Te ka goditur, ktheje. Mbro veten tënde. A ke burrin pjanec? Je martuar me të? Shpejtoj jetën tënde. Lere burrin e të largohu. Pse me duru dikend? Edhe çdo ditë na thot këto gjëra. A je në problem me varfërin, me problemat ekonomike, edhe ke mundësi me marrë diçka? Djalli të thot: po, pse me vuj? Të dirët edhe vjedhin. Merret e ti pak edhe sigurohu. O kur ke parat në xhepin, e ke mundësi me ndihmu dikënd, atëherë që na thot djalli:
mendo për të nesërmen, e siguro jetën tënde. Atëherë, baje atje, mos i dorëdhan, mos e, jo, mrohu, edhe ashtu vazhdon, a jene vetëmi, por shko atje me gjetë disa femrat, pse me kalu kohën ashtu në vetëmi, ose me problemat e tu, edhe kesh ishe në rakis atje. Hajde, kalojmë kohë, pak me raki, kalojmë. Çdo ditë, djalli na të ndonë që ne të përbuzim kryqin. Edhe ti dhe unë nuk jena maj fort se djalli. Thot Shempali, në letrën drejtuar brejnve, që çdo njeri është i detyruar, do me thënë është i nështruar djallit, është në sklaveri për frikën ndaj vdekjes. Edhe vdekja këtu është vdekja ontologjike, vdekja e qenjes sonë, do me thënë frikën që ne kemi për vujtin, që vujtja të na shkaterroj, gjana që janë kundër mënyrës e mendimit tonë. Çfarë na të merron ashtu, djalli na paraqet që ne të përgjigjemi me të keqen, me idhujt, që të largohemi prej Zotit. Krishti është ky njeri më i fortë që lidh këtë njeri të fortë edhe e merr pasurinë e vet. Dhe pasuria jena ne, që ne të jena të lirë. Thot Shempali në letrën drejtuar Korintasve, me duket është letra e dytë, thot që Krishti Jezus, jo vetëm që u ba njeri, si thot në letrën drejtuar Hebrejve, që ka marrë mishin ton për të na çliruar prej shkllaverisë ndaj djallit, ndaj mekatit, për shkak të frikës. Por në letrën drejtuar Korintianëve thot që ai ka jetuar, ka hyrë në misterin e vdekjes e tij, unë gjallë që ne të mos jetojmë ma për veten tonë. Në fundit, djalli që na thotë është jeto për veten. Është egoizmi. Krishti që na çliron që ne të jetojmë për me dhuru jetën tonë të tjerëve. Zotit edhe Zotit në të tjerët. Tërkurajo, Krishti ka këtë pushtet, me na çliru, me pasru zemrën tonë, shtëpinë tonë, por ka një rrezik, që djalli mbas që largohet të kthehet prapë, edhe me më shumë forcë. Atëherë Krishti nuk ka vetëm dëshirë me çliru zemrën tonë prej pushtetit e djallit, prej frikës, por ka dëshirë me mbush jetën tonë, zemrën tonë, shpirtin, mendjen tonë, me praninë e tij, me shpirtin e shenjtë. Atëherë që na thot ai, dje e kena dëgjua, me kërku vazhdimisht shpirtin e shenjtë, që ai të jetë me ne. Ai vjen çdo ditë dhe troket në dyer të zemrës sonë. Edhe si në librin e zbulesës, që thot, nëse dikush me hap, unë do të hyj, do ha darkë me të dhe ai me mua. Si në librin e të këngave, që thot, më hap derën për humbesha ime, ne jena për humbesha e Krishtit, që ai ka dëshirë me ke një gjë vetme, me ty me mua. Tërkuraju, dhe ta kërkojmë shpirtin e shenjtë, që ai të banoj gjithmonë me ne. Vazhdimisht. Që lëvdu Krishti.